Me Edin 2030. E keni parë këtë sloganin e Partisë Socialiste, me Edin as Putini, as Erdogani, as Lukashenko e qarë diktatorësh ka bota sot nuk e kanë kurajon të vënë sloganit të tilla në një fushat elektorale. Me Edin, si me Stalini e ka pasur kështu, Pol Poti në Kambodja, Ho Chi Minh në Vietnam, Lumumba i Kongos, Fidel Castro i Kubës, njerëzit më të urryer të historisë së njerëzimit. Se në 2030 në raqojnë në Evropë, ky mandat mbaron në 2029. Po mos ta votoni, mos e votoni 2029 që t'ju çojnë në 2030. E ka dhe më të shkurtër, nuk lodhet shumë. Kërkom 2 mandate në mënyrë të pa cipe, të pa skrupull, duke hedhur hi syve shqiptarëve. Segmenti kryesor, Tiranë-Durrës, dhe mos ka pjesa e Vorrës, por në Durrës është një tmerr i vërtet. Shikoni çaj gjendje është dhe kështu do na çojnë në Evropë. Shikoni pak autostradën Durrës-Tiranë, shikoni çaj gjendje është, e kanë bërë pak të ngadalësuar, shikoni gropat, asfaltin, një tmerr, nyja kryesore e Shqipërisë. E di qa më kujton ky Edi Rama, më kujton atë, shikoni gropat, shikoni Olimbin, atë personazhin që sharak te karnavalet e Korçës, te komedia Karnavalet e Korçës, që kur gënjente dhe mashtronte, thoshte që ka vajt në Itali e në Evropë me tren për Adriatik. Ja dhe rrugë, shikoni rrugën në çfarë gjendje. Kjo është Evropa e Edi Ramës, që do i çojë shqiptarët me tren në për Adriatik në Evropë. Me tren në për Adriatik do i çojë shqiptarët në Evropë.